Mira Konçi dhe Shpëtim Saraçi sollën përgjatë viteve të tyre të qëndrimit në Shqipëri hite, duke rezultuar si një dyshe e suksesshme artistike. Më vonë, kimia e tyre në art përshkallëzoi edhe në jetë dhe nga dashuria erdhën dy fëmijët në jetë, Era dhe Drini. Me largimin e Erës në SBA për studime, edhe çifti, bashkë me djalin, ju bashkua në vitin 2017. Siç Mira Konçi tregon në programin Rudina, veç shkollimit të fëmijëve, një nga arsyet ishte edhe kujdesi shëndetësor për kompozitorin. Me kalimin e kohës, gjërat ndryshuan. Këngëtarja thot se mes tyre pati një marrëveshje që ai të vijonte karriera në Shqipëri, ndërsa Mira të qëndronte me fëmijët në SBA, pasi e kishte të pamundur mos të ishte pranë tyre. Mira Konçi u pa gjatë rrugës që shpëtimi ndihej më mirë këtu dhe u vendos një marrëveshje e tillë, nëse e quajmë marrëveshje, që unë nuk mund t'i lija fëmijët vetëm në asnjë mënyrë, s'mundesha. Nuk ishim fare të vegjël, por ishte mosha më kritike, nuk mundesha. Qoftë Drinin, Era sapo mbaroi shkollën, duhet isha aty për Erën, mezi e prisnim atë moment, Drini ishte në vit të dytë të shkollës së mesme, ishte e pamundur që ta lija vetëm. Rudina Magjistari, çdo nën unë mendoj që do ta bënte këtë gjë, është normale, pa diskutim. Mira Konçi, faleminderit, një gjë kaq e natyrshme s'mund të veproja dot ndryshe dhe kështu erdhi. Ajo thot se fillimisht nuk ishte fort dakord, por e mirëkuptonte edhe pozitën e tij. Sigurisht që shpëtimi këtu kishte ndërtuar gjithçka në Shqipëri dhe absolutisht që është deri diku e kuptueshme, pavarësisht se unë s'isha shumë dakord, doja që të ishim bashk. Çifti i dhan fund martesës pas 25 vitesh bashk. E pyetur nëse në të ardhmen do të ketë një këngë të kompozuar nga Saraçi, vendin eshme ja ka marrë Bia, Era, e cila e pati menjëherë përgjigjen. Do të futem unë, e folëm edhe me babin para një jave, për të bërë një këngë edhe me Drinin, për të na e bërë babi, të këndojmë unë me Drinin, tha ajo e entuziazmuar.